Bismillah. Puna e kulu Allahit. Disa fjalë shkurt për ata që e din kulu Allahin dhe janë xhamati kulu Allahit. Ty ka mundësi që kjo punë duket e thjesht, por është bazike, është çështje e besimit dhe mosbesimit, është punë e xhenetit dhe xhenemit. Mas paku brenda 24 satëve duhet të lexohet kulu Allahut 18 herë. Kul një shërim i shkurt. Kul huwa Allahu ahad. Thuaj ai Allahu është një dhe i vetmi. Pra Allahu i lartësuar na uzon që ta bëjmë një deklaratë, cilët duhet ta besojmë plotësisht dhe të jemi tërësisht sigurt në vërtetësinë e kësaj deklarate. Allahu na urdhëron që ta bëjmë një deklaratë fuqishme, duke ja ditur kuptimin e saj qartë dhe të saktë. Po çka është kjo deklaratë, cilën Allahu urdhëron që ne ta themi hapur? Ajo është Allahu është ehad, do me thonë ai është një i vetëm, unik në çdo aspekt. Allahu është i vetëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta dhe absolutisht plota. Allahu Samet, Allahu është absoluti e Samet, të cilët gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun azza wa jall. Allahu është el alimu i gjithditur, Allahu është el halimu i buti dhe i mshirshmi, Allahu është el rahimu, mshirploti. Lem yelid wa lem yulad, Allahu nuk ka lindur askënd dhe nuk është i lindur nga dikush. Allahu është absolutisht i pasur dhe nuk ka nevojë për asgjë nga krijesat e tij, gjithë kanë nevojë për Allahun. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asgjë askush nuk mund të jetë si ai Allahu. O besimtar, o ti i kul huwa Allahit, kuptoje mirë këtë sure që e din. Dija kuptimin mirë, përjetoje këtë sure. E mos e rreziko imanin, besimin tënd me festimin e festave të tjerëve që kanë karakter imani dhe besimi, që e rrezikojnë kulu Allahin tënd. Allahu na bëj xhamat kulu Allahut. Allahu na fal dhe na mëshiroft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.